Grini një rrep të kuqe. E di, duket shumë e thjeshtë, po thuajse diçka e papërfillshme, por pikërisht këtu fshihet arsyeja pse kjo kurrë nuk tregohet pothuajse kurrë publikisht. Sepse kur njerëzit mendojnë që kurohen me diçka kaq të thjeshtë, natyrale dhe ekonomike, farmacitë e mëdha nuk fitojnë më me premtime bosh. Rrepa e kuqe është një super ushqim ekstremisht i fuqishëm që pastron gjakun, përmirëson qarkullimin dhe ju kthen atë vitalitet që keni humbur me vitet. Ka njerëz që zgjohen të lodhur, e kalojnë ditën pa energji, me dhimbje trupi dhe mendojnë se kjo është diçka normale. Jo, nuk është normale. Në shumicën e rasteve është trupi juaj mbi ngarkuar, që po ju kërkon ndihmë me ulërim. Pasi ta keni grirë rrepen, vendosini në një enë qelçi mirë të pastruar. Tani, bëni shumë kujdes te ky hap, sepse këtu qëndron sekreti i vërtet. Shtrydhni lëngun e 2 limoneve sipër. Limoni e ndihmon mëlçin të punojë më mirë, lehtëson thithjen e mineraleve dhe e ndihmon trupin të eliminojë gjithçka që nuk i duhet. Kur mëlçia fillon të punojë siç duhet, çdo gjë ndryshon. Lodhja zhduket, tretja përmirësohet dhe madje edhe humori juaj do të jetë tjetër. Më pas shtoni 3 lugë mjalt cilësor dhe mos mendoni se mjalti është aty vetëm për të ëmbëlsuar. Mjalti forcon imunitetin, ndihmon në rikuperimin e organizmit dhe sjell ekuilibër. Kjo përzierje nuk është e rastësishme. Çdo përbërës ka funksionin e tij dhe së bashku veprojnë në thellësi aty ku ilaçet shpesh nuk arrijnë dot. Pasi ta keni bërë këtë, mbylleni enën dhe lëreni në frigorifer për disa orë. Kjo kohë është shumë e rëndësishme. Gjatë këtij pushimi përbërësit bashkohen vërtet dhe përzierja merr fuqinë maksimale. Mos nxitoni. Natyralja nuk punon me nxitim, por me konsistencë dhe respekt ndaj kohës së trupit tuaj. Përdorimi është shumë i thjeshtë. Merrni 1 ose 2 lugë nga kjo përzierje në ditë. Vetëm aq, nuk ka nevojë ta tepëroni. Kjo sasi mjafton për të përmirësuar qarkullimin, për të reduktuar lodhin kronike dhe për të forcuar imunitetin në mënyrë të vazhdueshme. Do vereni se lëkura juaj do duket më e shëndetshme dhe madje edhe rënja e flokëve mund të paksohet. Ky nuk është një mrekulli magjike, është thjesht trupi juaj që kthehet në funksionim normal kur merr atë që i duhet. Para se ta mbyllim, më thoni diçka. Nga ku po ndiqni këtë video? Shkruajini këtu në komente. Më pëlqen të di se kush është në anën tjetër të ekranit duke u kujdesur për shëndetin në mënyrë të vetëdijshme. Nëse njihni dikë që ankohet gjithmonë se është i lodhur apo me dhimbje, ndajini këtë recetë me të. Ndonjëherë ky informacion vjen në momentin e duhur për të ndryshuar ditën ose jetën e dikujt. Ju falenderoj që më dëgjuat deri në fund. Kujdesuni për trupin tuaj me dashuri, sepse ai është shtëpia juaj e vetme. Shihemi në videon tjetër.